Kupa e Botës 2026 është vetëm pak ditë larg inaugurimit të saj të madh në Meksik, me 48 kombëtare gati për të zbritur në fushë. Por këtë herë spektakli më i madh sportiv në planet duket se po merr një kthes të errët dhe thellësisht mistike. Ndërsa tifozët bëjnë parashikimet e tyre përfituese, rrjetet sociale dhe forumet e mistereve janë përfshirë nga paniku dhe kureshtja për rishfaqjen e një prej profecive më rrënqëtëse të historisë. Në qendër të kësaj stuhie mediatike qëndron Baba Vanga, Nostradamusi i Ballkanit, mistikja e famshme bullgare, fjalët e së cilës kanë parashikuar disa nga ngjarjet më tronditëse të njerëzimit, i atribuohet një paralajmërimi të qartë që përputhet në mënyrë të frikshme me ditët e sotme. Një dritë e re në qiell. Sipas atyre që deshifrojnë vizionet e saj, Baba Vanga la pas një mesazh të koduar. Gjatë zhvillimit të një ngjarje të madhe sportive me përmasa globale, bota nuk do të shikojë vetëm fushën. Një dritë e re në qiell do të shfaqet nga asgjëja, duke qenë e dukshme për çdo sy në planet. A është ky thjesht një paralajmërim metaforik apo jemi në prag të një ngjarje kozmike të pashpjegueshme? Në një kohë kur raportimet për objekte të paidentifikuara fluturuese si UFO-t dhe anomali hapësinore janë shtuar ndjeshëm, kjo profeci ka ndezur imagjinatën e miliona njerëzve, ndërsa sytë e miliarda shikuesve do të jenë të mbërthyer pas ekraneve për inaugurimin në Meksik. Pyetja që po ngrihet më të madhe është: a do të jemi dëshmitar të një vizite jashtëtoksore pikërisht kur bota është e bashkuar rreth një topi? Një gjë është e sigurt, ky nuk do të jetë një botror si të tjerët. Gjatë netëve të nxehta të qershorit, sytë e tifozëve me siguri do të devijojnë her pas here nga stadiumet drejt yjeve, në pritje të asaj drite misterioze që mund të ndryshojë gjithçka.